të vetdije e lartë kombëtare e shtetërore të një ushtri që na mbron e i del zotë dheut. Prandaj, e kemi të domosdoshme. Edhe Kosova, edhe Shqipëria, të kenë ushtri moderne, me standardet të NATO-s. Është viti i tretë që Republika e Kosovës e kalon 2% e bruto produktit vendor si investim për ushtrin për mbrojtjen tonë. Bugjetin për mbrojtje e kemi trefishuar, numrin e ushtarëve e kemi dyfishuar, trajnimet jashtë vendit për oficerët, nën-oficerët e ushtarët tonë e kemi katërfishuar, ndërkaq bugjetin dhe shpenzimet për pajisje, armatime dhe municione ushtarake e kemi qëndfishuar. E dini ju mirë, por si unë, sa shumë dëshmor i kemi në kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, duke bartur armatim. Se ndaj neve nuk është zhvilluar vetëm lufta, që sot shkruhet e thuhet nga librat e historisë dhe dokumentarët që prodhohen. Por ndaj neve është zhvilluar dhe një luftë tjetër. Lufta që ne të mos mund zhvillojmë luftë mbrojtëse. Lufta që ne të mos mund kemi ushtri. Lufta që shqiptarët mos kenë armë që ta mbrojnë veten e tyre. Prej aksionit të armëve në kohën e Rankovicit e deri tek dëshmorët tonë në kufirin midis Kosovës edhe Shqipërisë janë dëshmi se sa e shtrejt ka qenë arma e vetë mbrojtjes për jetën e shqiptarët. Prandaj, nga shekulli 20, kur nuk na lejonin të kishim armë, e na quenin të dhunshëm, te ushtria shqirimtare e Kosovës, e cila gjithmonë nga dita e parë dhe në ditën e fundit, pati shumë më tepër ushtarë së armatim, po kalojmë në një kapitull të ri, kur e kemi heq tavanin prej 5.000 ushtarëve sa mund t'i ketë ushtria jonë, e kemi ngritur moshën e rekrutimit prej 23 vjeç në 25 vjeç, e kemi sjellur edukimin mbi sigurinë në shkollat tona dhe e kemi përvetësuar konceptin e Finlandës e të vendeve baltike për mbrojtjen totale gjithëpërfshirëse në mënyrë që secili qytetar i Republikës ta di se ku e ka vendin dhe cili është funksioni i tij në rast të konfliktit armatosur apo të fatkeqësisë natyrore. Duke qenë të gatshëm, duke qenë të aftë, ta mbrojmë veten tonë, ne e garantojmë paqen në vendin tonë, për veten tonë, por edhe paqen rajonale. Se nga librat e historisë dhe nga rrëfimet e të gjithë moshuarve, ne e dim që Serbia njëherë na sulmonte e pastaj mendonte. Ne nuk synojmë bëjmë ushtri më të madhe se Serbia. Mirë po, me ushtrinë që kemi, ne bëjmë atë të mendoj 2 herë në mënyrë që kur më të mos guzoj të veproj asnjëherë. E prandaj pra, edhe siguria sociale, edhe siguria institucionale, edhe siguria territoriale, janë në test me datën 28 dhjetor. Dhe ky test kalohet pikrisht me numrin 116 që e bashkon vetëvendosjen me partnerët e saj.
Ju të cilët jeni regjistruar për të votuar me post ose fizikisht në ambasada e konzulatat tonat, gjatë javës së ardhshme ju vjen fletvotimi, aty shënojeni 116 dhe mandej në mesin e 110 kandidatëve për deputet, vendosni për 10 prej tyre, se cili është më i mirë se tjetri, që të gjithë këta bashkë janë oferta më e mirë që e ka pas Republika e Kosovës historikisht në zgjedhjet e saj parlamentare. Por, përveç se siguria, me datën 28 dhjetor, në test është edhe begatia, kur Kosova nuk ka qenë më e begatshme se sa tani. Gjatë mandatit tonë, rritja mesatare ekonomike është 6%, parën asnjëherë në 4%. Në qerekun e dytë si vjet, rritja ekonomike 4,58%. 400.000 fëmijë për herë të parë me qeverinë tonë marrin shtesa, të cilat i kemi rritur. Tash shtesa që është 20 euro e kemi bërë 30 euro për familjen që i ka 2 fëmijë ose 1 fëmijë, ndërga që për familjen që i ka 3 fëmijë ose më shumë fëmijë ka qenë shtesa 30 euro dhe tash është bërë 45 euro. Pra një familje e cila i merrte 90 euro në Kosovë, tash i merr 135 euro, me 4 fëmijë në vend të 120 i merr 180 euro, me 5 fëmijë në vend të 150 euro i merr 225 euro. Pra sa ma shumë fëmijë, qaq ma shumë shtet në familje për t'i mbështetur ata fëmijë, nënën dhe babajnë e tyre. Unë e di që këto shifra t'inglojnë aq të vogla e të ulta këtu në Zyrich. Mirë po paramendojni që ato kanë qenë 0 para 5 vjetë. Sepse më herët ka pas shpërndarje selektive të buxhetit e të mirëqenjes, vetëm për familjet e pushtetarve. E tash në Kosovë ka një pushtet që kujdeset për të gjithë qytetarët. Prandaj, kjo rishpërndarje rritjes ekonomike po ashtu testohet me 28 dhjetor dhe e ka zgjedhje vetëvendosjen me partner numrin 116. Dashur qytetar, gjatë këtyre muajve si vjet, të gjithë ju keni qenë dëshmitar të këtij që u quajt ngërsh institucional, sepse njëherë nuk e votuan as verifikimin e mandateve, pastaj e kundërshtuan albulenën, pastaj e kundërshtuan votimin e fsheht, pastaj e kundërshtuan donikën, hekuranin, e kundërshtuan arbrien dhe për herën e dytë e votuan dimalin. E pasi që e votuan dimalin, më kundërshtuan mua si kryeministër, se thanë këj ka fajet. E pasi që unë i kisha fajet, e kundërshtuan edhe Glaukun për kryeministër. Për ta vërtetuar që ata janë kundër vetëvendosjes, kundër kësaj qeverisje të mbar e të mirë që ka për parull sigurin dhe begatin, dhe gjithë këti destruktiviteti për plot inat e xhelozi është mirë që me numrin 116 t'jepni përgjigjen nesër 2 javë.